Kuçana. Zjeti ka mbledhur. Poli, ta ka përgjigjen Iliriana. Sa ka përgjigjen gati. E ka përgjigjen gati. Vjen nga 30 bashki, 25 bashki. Jam si Veshka Mezdiani se jam me 5 gazetar edhe normalisht nuk ka, domethënë pushteti 4, unë personalisht ndihem shumë komode. Çfarë bëhet? I bëhet ai që i bëri opozita në Bullgari. Ja do akuzosh si zbëri dhe Arnoldi që e ka lirinë e plot për të folur dhe për të thënë çdo gjë dhe prapa ankohet. Destruktive. Ai që Arnold, çfarë thash? Thash se tha jam e privilegjuar që ndodhem mes gazetarëve, ndihem komode, thash mjafton të akuzosh ashtu siç na akuzoi Arnoldi që ka gjithë të drejtën i pa censuruar për të thënë çdo gjë për të dhënë pale. Pavarësisht se na akuzoi absolutisht shumë. Unë respektoj shumë pushtetin e medias, edhe kur ka mendim ndryshe, futem në kategorinë e njerëzve që edhe studentëve i pëlqej studentët që kanë mendim ndryshe. Pra, kam tjetër, por do t'i kthej përgjigje, kam 2 gazetarë përballë, të cilët nuk e kam harruar as pyetjen tënde, as pyetjen e gazetarit. Pse? Sepse njeriu kur merr përsipër të futet politik, duhet ta njohë mirë veten. Dhe s'duhet ketë frikë dali përballë kujdo, t'i kthej përgjigje kujdo, se sa e drejtë dhe çfarë përgjigje është kjo le të na gjykojnë shqiptarët ata që na ndjekin. Po minimalisht duhet ketë kurajën për t'u dalë përballë. Dhe unë personalisht kur kam marrë përsipër për të hyrë në politik, kam marrë përsipër për të shkuar në çdo media për të dalë përballë çdo gazetari se nuk kam frikë dhe s'kam pse në jetën time. Të kalojmë te ku fillimisht. Ku duash? Batuta me cekën ndoshta apo paralelizmi që bëri do të filloj që opozitës nuk i kujtohet se ç'i bëhet regjimi. Do ta filloj te Poli. Se çfarë bëhet ndar kushtetit. Do ta filloj te Poli për të kthyer. Do ta filloj te Poli për të kthyer përgjigje Rezartës që është zgjidhja. Jo pyetja që bëri Rezarta është zgjidhja. Pra do të shkoj te problemi për të shkuar te zgjidhja, se këtë ju themi edhe studentëve në auditor. Pra duhet fillimisht duhet identifikojmë problemin, pastaj shkojmë te zgjidhja. Këtë duhet bëj PD. Tani, i nderuar, është e vërtet që opozita nuk po përsërisim 4 probleme që ka. Por duhet të themi edhe diçka. Unë mendoj që ju si gazetar, si intelektual të këtij vendi, e cila detyra më e madhe që i thret një intelektuali është pikërisht kur vendi i tij ndodhet rrezik. Siç është sot Shqipëria, kur rrezikohet demokracia, kur rrezikohen institucionet, pra unë mendoj që në momentin që Departamenti i Shtetit Amerikan vjen me një deklaratë ditën e pavarësisë, një ditë që duhet të themi është ditë e shumë pritur për shqiptarët, dhe thekson dhe thot, urojmë shqiptarët, por nga ana tjetër thot, pra nuk ka ndodhur kurrë që të shkelet dhe gjuha diplomatike. Po. Pra, sekretari i Shtetit Amerikan ka shkel dhe gjuhën diplomatike dhe thot, qeveria shqiptare, pra, është pjesë e karteleve të drogës. Pra ne kemi parë që është pjesë e çdo media ndërkombëtare. Dhe mjafton kjo Poli për të kuptuar sepse Edi Rama i merr zgjedhjet. Unë kam qenë kandidatën në Durrës. O Poli, kam pas përballë bandën kriminale, kam pas përballë kandidat bandën kriminale, po çfarë mund bëj një pedagog? Po të lutem, çfarë mund bëj një pedagog përballë një bande kriminale? O Poli, ma shpjego pak lutem. Ma shpjego. Tek ajo, ma shpjego. Dëgjoj, te lobimi i kësaj kontinentalit që po bëhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai 6 milion që duhet të ketë vajtur një 10 milion, 90%, domethënë 90% e gjërave dhe gjitha dhe këto unë jam dakord edhe me këto e tjera se ke raportet e ndërkombëtarëve të tjerë, domethënë po me narkoshteti të gjitha dhe ka shërbyer edhe denoncimet e opozitës patjetër. Sinaloa ishte që shia mbi Tani, tonë. me që ma kujtove. Atje, po ta lexosh atë 20 faqin e publikuar te fara dhe të adaptuar pas 3 ditësh se bënde një gaf këta, domethënë se ata shkruajtën, ata nuk e bën kot, ata shkruajtën që Sali Berisha nuk është aktiv në politikë. Se duan t'ia heqin ata të shkruajtët, se me atë punë merren. Siç ajo që Dodikut, të njëjtët janë ata që hoqën Dodikut, vetëm që mos merret me politikë. Dhe zoti Berisha nga më aktive, ndoshta edhe më aktiv se sa shumë brenda dhe ata e adaptuan pas 24 orëve thanë është kryetari i PD-s etj. No ngrada kryetari i PD-s. Zoti Berisha i shofuar që në 2021 na e marr vesh. Tani çështja është këtu. Se ti po thua janë këto. Qeveri kartel droga, se ky tha vetëm syri. Syri është, unë kam punuar, unë jam themelus nga të parët e syri. Nuk do du të futëm në emër të Ju ka mediave. qenë snajper të syri. Çështja është që edhe syri është seleksionus. Po jemi ne ca të tjerë që unë nuk pyes as për Erion Velin, as për Ballukun, as për X-in, as për Y-in. Dhe te ky 20 faqi ke vetëm një media nga Shqipëria të cituar, me lik, të cituar, tek argumenti për të mbrojtur që për narkoshtetin dhe fiks për Sinalon, Alfa Press Pikal.
Dhe Fola media. për televizione. Ha? Fola për Jo, televizione. jo, nuk e kam tek aty, se unë pjesë e televizioneve jam, se unë në shumëtori këtu s'punoj. Prandaj ju them këtyre vetëm të shkruani Alfa Press, me kaq paguhem unë. Të shkruani Alfa Press. E bëra që reprezentim, unë jam korrekte me gjithë. Dhe vlerësoj punën e gjithë secilit, absolutisht. E meriton, e meriton. Ta më lutem kthehemi te karteli i drogës. Të kthehemi te karteli i drogës. Dhe e dyta, ajo që po them, kthehemi te karteli i drogës. këto gjërat nuk është se ekzistojnë nëse merret SPAKU, merret Departamenti i Shtetit, merret agjensit ta garantoj unë. Po SPAKU Në duhet të Shtetet e merret Bashkuara të Amerikës, Opoli. e di çka ka bërë shumë. Opoli, unë kam bërë një kallëzim për bandat kriminale me emër e mbiemër. Të them dhe Dhe futëm në kategorinë e atyre politikanëve që s'kan pas frikë të shkojnë te SPAKU me emër e mbiemër. Dhe nuk ndodhi këtu ditën e parë të që ditën e folklores. zgjedhjeve ku unë jam kandidate për deputete dhe përballë bandës kriminale që kanë përballë arrestohet një muaj pas zgjedhjeve. O Iliriana, ja ta mbaroj. E di çfarë ndodhi se duhet të flas me logjik, të lutem. Jo, të lutem, më përgjigj për këtë pjesë. Pra, çfarë mund të bëjë një kandidate duke njohur edhe formimin, edhe kontributin, çfarë mund të bëjë përballë një bande kriminale. Pra, në zonën e Shkozetit, unë kam pas përballë kandidatin që ju e dini bandën kriminale që është Shkozet. Tani, përtej kësaj, unë bëra maksimumin tim. Por ishte e pamundur, o Poli, ishte e pamundur. Kur të vi foltoria në Durrës, do t'i thuash zotit Berisha, zoti Berisha, përse me votën e partisë sime, në kas, unë ndërpre numërimi i Durrësit në mes. Kam bërë qëndrimin tim. Thuaj Sali Berishës se Ja ka thënë. Më fal. Edhe në studion time ka thënë Masi që në ditët e kam kërkuar dalesën e votave. Sa e kërkon neve? Tani, Pse nuk e votuat? Pse bashkuat votat? Pse di e vot Lefteri kam qëndrim zgjedhjeve, listave, rezultateve që kanë bërë qëndrim kanë ndërprer numrin e votave. Dëgjoj, më shumë se ju e di Ramën e dikush pa lufton. Më shumë se ju. Se opozita kysh Po do kalojë të ditën e foltores së parë mbarova. Kryeministre të flasim me një gjuhë rrugaqërie se po të lutem tani të flasim për këtë. Ora, a ka një standard kjo politikë? A ka një moral politika se do të ketë një moral? Ora, ne kemi frikë që të ulemi me fëmijë të shohim një emision televiziv sepse gjuha që përdorin politikanët dhe zëvendës kryeministri është e turpshme. Po nuk është gjuhë pra. Foli dhe ambasada. Po s'është gjuhë, është e turpshme. Foli dhe ambasada amerikane, tha instruksione, tha dhe pikë. Dëgjoj. Edhe Partia Demokratike ka patur tjetër. Gjuha Parlamenti sot nuk Parlamenti nuk është lufti Ne flasim nga mëngjesi deri në darkë pikërisht për çdo gjë. Vetëm ju lutem mos flisni 2-3 në të kemi përgjigje ditën e foltores së parë, ka ardhur një avion special në Tiranë, në orën 9. Tash mos e kishe për ata njën që se pritën Ramën Durrës. Ka ardhur një avion special. Ka ardhur ministri i jashtëm i Gjermanisë, e cila po mobilizohet për luftë dhe ka